Shumë faleminderit i dashur Bardhes Berisha për intervistën e mrekullueshme. Tash i vazhdojmë me një tjetër personazh, me një burr tjetër, malësie, një burr tropoje i sonte për herë të parë. Ekskluzivisht e kena Paul Imeraj nga Lekbibajt e Tropojës. Paul, mirë se erdhe. Mirë se të kam gjetë. Merci që t'jemi në studio. Edhe për mua shumë plesi. Edhe arsyeja që Paul Imeraj sonte është në Folk Ship Show, le që e kam pat ngarkuar me do çonta, me do gjona në shpinë kur ka ardhur. Mirë po, i kemi 2 libra, një vepër e Paul Imerajt, historia e tij personale, e cila më fal tin është horror, është thriller, është e frikshme historia ime e jetës. I ka edhe në gjuhën shqipe dhe në gjuhën angleze, apo jo? Po. E kështu që sonte do flasim për për këtë libër, në fakt, në 2 gjuhë, historinë e Paulit, një njeri i cili i rritur në kushte të vështira jetese në Lekbibaj, dikur nga Skamja, Fugaralleku, që na ka zotru gjithve në ato zona, dhe i dalur në Greqi, dhe pas një fatkeqësie në Greqi, pastaj i ardhur e duke jetuar në Gjermani momentalisht. Po, ka 5 vjet që jam stabilizuar këtu në Lora, në Gjermani. Mirë se erdhe, bëj biografinë tonë dhe thuje vetë më mirë se sa unë, kush je, prej ka je, pak më me detaje Paul, Unë jam Paul Imeraj, Mohmir Paul Zef Imeraj, nga Lekbibaj Tropoj, i fisit Nikaj. Nikaj mërtur. Nikaj, pa mërtur. Jam nip mërturi. A je nip mërturi, okej. Po. Se po du me jalon pak përgjësi edhe të doja, ki parasysh. Unë e kam fillu jetën time veti 7 vëlla e motër, në një skamje, se na e na konë edhe të përnjekun në atë kohë, për asyt një kushenjë që ka pas dalë në emigracion, i ka pas ike në verit, ajo dhe na u dënum po a ishtë i brezit 3. Edhe nuk na vleju ka shkolla, se gjëma, po unë e kam vujt 17 vjetë diktaturën. Për ma shumë libra të regon me detaje atë që kena vujt, dhe më thonë është një moment aty që mund të barazosh me kafshë të egra. Mirë po, unë e kam pas një intuit në jetën teme që kur nuk jam dërzua. Kur si dërzua? Asnjëherë. Në moshën 10 vjeç, më ka poliomieliti, një smundje shumë e rëndë për smundje fëmijësh, që jam paralizuar 2 vjet nuk kam ecë në kam. Është kënd domethënë e të mërshme, po atje do më thonë se serë poliomielitin një ka emërtur. Ishin 6.000 banor, në Tropoj 25.000 banor, edhe isha i vetë mision e psova. Nuk duhet tash me hima gotë se ato kanë me lexuar njerëzit, po kjo është fillimi i horrorit, e kjo është se thash më parë. Mrapa nëse u bona mirë, malësia Pas 2 viteve u bona mirë. Jo, mas 2 vite fillua me ecën. Fillua me ecë. Po, avash. Po, jam në të vetmit Shqipëri, se në atë vjet ka pasra, kanë vdek njerëz, dhe më thonë, nuk u jepte në televizor, po ka pas shumë raste si më kanë vdek fëmija në krevat, dhe më thonë, në anë tjetër të dhomës. Dhanë ke shpirt fëmija, thonë që në marshin, thonë që në vdeshja dhe ky. Tashi, që shone e në gjush, na ishte edhe muskulore, poliomieliti edhe nervore. Këta që i kape në sistem nervor, ta nuk e rezistueshin. Me gjitha ato u bona mirë prej poliomielitit, vazhdova jetën si të tjerë, erdhi demokracia, fillu me punum, i kanë Tiranë, punova një vit, aty kom mujt me takue si adhuruesi folklorit që jam konë, kom mujt me takue gati më të thuj shkrejt artistat e Kosovës, dhe më thëmë për herë të porë zhjo më dhe për ne, Ilir Shashiri në Shkurt e Fezën, Gilin në atë kohë, e shumë tjerë. Pasaj erë 97 edhe aty, u desht me ikë për Greqi. Ikëm në Greqi, edhe rrugën e shpjegon krejt të libra. Atje u përballëm
u përballëm jo me mos mikpritjen e grekëve, se kjo është gabim Altin ti e din. U përballëm me mos patjen kulturë na. Do më thonë, ka ndodh me të kthye darkë në shtëpi, greku ose arvaniti, si i thonë na, edhe në mes atë lugë si ka hangër, edhe atë qashaf si ka fjetë ta, e ka vjedh, e ka marrë, e ka prunë Shqipni. Kena përjetua e zona, do më thonë, se çdo populli ka ato njerëzit e dobët, njerëzit e mirë, nuk flasun e që ata janë krejt mirë, po na kena bo shumë gabime atje. Edhe e kena vëro vetën edhe atje. Do më thonë, dalëshe në mjes, në vend që të përshëndetesh me tjetër, mu më ka thonë në Omonje, më ka thonë njeri 200 metra largë. O shqiptar, që a lyptu ikë, a nuk e po që a u bo mërëmë, kishë përdonu tjetëri plakën 85 vjeqe, kishë vje dhe kishë përdonu. Pra, gjesh fishta, kur ka thonë, po më vjenë zëro me konë shqiptar, që shë ka shprej, aji është ndesh në situatat tila. Edhe një thirrje si du mi bo vllazën e të mi shqiptar është me fillu bre me ja bon gjyshin vetit. Se problemi krejt i shqiptar është aty. Po nuk ja bon e Altin gjyshin vetit tjetrin e ke marrë në qafë. Thuj vetit, a të pëlqen në Altin që kjo poli? A të pëlqen që kjo? A dham që kjo po? A dham që kjo jo? Edhe aty fillon çdo gjë. Fëmin e mësoj, më thot, mra mami, filani, thot, bjeri edhe ti, dhe më thonë, hala sot, i ndeshi këtë zhana kur vinë në Shqipëri. Po nuk filloj prej djepit kultura, po nuk filloj prej vetit kultura, nuk ajo s'ka ka me ardhë. Ashtë të kohët me ardhë kulturat e na. Folin për korupcionin. Të betohem si mu ka mu shmenja që një fëmi në djep me e marrë me e që me vunë vend kërministit bre, rrezik ka me vjedhë. Na ka hynë gjak. I shojnë politikantë, bitë të njënë. Unë e shkelim i tysit kam vla, me marrë hisën tënde e temen, ama me e marrë une. Kjo është fatkesi e komi shqiptarë. E pse mendon që jemi kështu? Një pjesë, nuk janë gjitha, Flasim për pjesën qartë. Njëherë vështërsit njeriu në egërsojnë. E bojnë tegër. Vetë që tha i nuk janë tanë, disa e dërojnë, vështërsin disa e dërzohen. Më e men, se unë e kam jetu 27 vjetë në fejnë, kur erë kriza në Greqi, të i një stacion aty në radio, të puna, tha, e keshja e krizës nuk është ta se nuk do kem lek. Tha, do vujmë për bukë. E keshja e krizës është ta se do e gërëzohet populli, do humim kulturën. Pro, ne fatkesit, se tash me edhonë dhe drejtat, sepse ka në ardhë mirë, bone pyetjen, ka 100 arsye pse ka ardhë. Se në trojet tona janë përplas 2 rrymat më të fuqishme të botës. Linja perëndimi janë përplas në trojet e lire. Edhe unë jam njëri që e kom shumë qef historinë, kom najt me historian, bile këtu është edhe Shqiponia, të libra me që morëm temin e librës. Aty Shqiponjet e mia që i dhuroj nuk i shes, ato që i ke pati, edhe si për e shkruaj Besa, është lidhet me Shqiponjen, Besa. Një historian grek që nuk sëm ka leju me ja përmendem, nuk do t'ja përmendi, po edhe një takim se këmbas me me një akon shpjegu, Mark Palnikën, aty nuk është një Shqiponje me 2 karena. Nuk ekziston një gjë e tillë në botë. Aty janë 2 Shqiponje që po mbrojnë njëna tjetrën në luftë. Edhe ajo simbol tha ka 12.000 vjet tha, i vjetër. Ky historiani. Ta leqa thot tha.
Thonë pellazgët janë grek, pellazgët janë ilirë. Ajo është simbol pellazgë. Pellazgët janë krejt raca e bardhë që është Europa. Pra nuk ka lidhje. Edhe rusët, edhe suedezët, krejt raca e bardhë europiane është një racë. Edhe nuk është e vërteta kur që raca e bardhë pellazgë ka të bëjnë me racën afrikane, as me racën kineze, është krejt gjë tjetër. Se që kanë ardhur, ku kanë ardhur është historia modhe. Do të thonë, besa do të thotë këtë gjë, sepse ti tjetrit kur ja kthen shpinën, ti i beson. Se mos më i besua, kur të ka të luftosh nuk ja kthen. Pra shqiponjet janë shpinë për shpinë. Pra, sipas e janë dy shqiponja. Nuk është një shqiponje me dy krena. Po nuk diskutohet që janë dy. Pra, domethënë janë dy. Shpinë për shpinë duke mbrojtur njëra tjetrën. Jo një shqiponje me dy krena siç e them ne. Jo, ti mbrojt njëra tjetrën. Edhe në legjenda dhe në shkrimet këta flitet se shqiponja është gjëja më besnike, domethënë në qeft është gjallësa më besnike në botë, qofse ngordh njëra është ngordh edhe tjetra. Edhe mu më ka bon shumë përshtypje ky shpjegimi. Tani ky shpjegimi është komplet A deri në Z historia e jetës tënde. Nuk folëm për aksidentin në atje, po leti gjejnë njerëzit të libri, ma mirë. Ke pas një aksident të rëndë në Greqi? Po, ajo është domethënë më i frikshëm edhe se ky, po nuk. Po tashmë që u morëm me librin përpara se pas aksidentit, pastaj ti e morë veten e jetore në Gjermani apo si? Shiko, pas aksidentit unë 13 vjet nuk u bë asnjë gjë. 13 vite. 13 vite jo. Edhe sot domethënë punë ka me i thon dikuj po vi po të ndihmoj, nuk jam gjeni. Unë atë hobi si e kam e baj ulun. Edhe se desha me thonë për të libri, për të jeta jeme Zoti edhe dielli jam është nusja jeme. Nusja jote? Po, dhe më thonë është forca jeme. Zoti, dielli dhe forca jote është nusja jote. Bravo. E cila është tu që do të na vit ashtu në skenë, pra me qenë se është e këtu bashkëshortja Laureta Imeraj, po. Sot për eftoj t'jetë afër te me qenë se paske edhe Zot, edhe diell, edhe jetë, edhe gjitha. Mirë po, kam kuptuar që Laureta ka ardhur edhe ti, Pal, keni ardhur me dhurata, apo jo? Po, qëre. Kisha ftu Kevinin me nejt në kamerë të lutem, me nej kap të detajet e dhuratave dhe ftuajmë Lauretën të na vinë në studio, pastaj të na flasin pak. Mit big up, Laureta Imeraj vjen e fol Shqip Show edhe ulet na i sjell dhuratat. Po Gjigonda, shikoni pak Sharki, Qifteli, dhurat të ardhura nga Pali Imeri dhe Laureta Imeraj, sot në Fol Shqip Show me logon ton. Hej, shikoni se ç'a bëhet. Pal, bosh besën për neve janë çto? Wow. Shiku janë dy shqiponjat. Shpinë për shpinë të mbrojt njëna tjetrën. Shumë interesant, shumë bukur. Hej, a kom me ditë Pal me të ndërrue, se tash ideja është se du të më kishtë t'i dhe më mësu të ashtu. Amo, nëse s'di une, e marrë dikant që ka me dit. Nuk kanë dyzen, a? Ta nërishëm. Vendos me herë në dyzen të lutë në Pal, posh mu e i herë se pasha, me logot Fol Shqip Show, Gjigonda, njerëzit na vinë me dhurata, ata që na vlerësojnë fjalla. Ty e pas katena, vjema i herë, Pal? Vjema i herë? Masa nonen, pasha zodhin Pali i pordje, ty të rritë nëjra, zodhin të ashtoft. Mire. Janë ma i shqipëni, o mos... O, këzën Pal... O, sot kur dha Pal, falenderit shumë, Zoti të rujt. Laureta, falenderit shumë.
Ne Qëra, faleminderit Hajde. shumë. Mirëmbrëma një herë. Faleminderit Mirëmbrëma. për ftesën. Lutem me kënaqësinë më të madhe. Po tash po harroj edhe më bëni pyetje more se më keni gëzu tash shumë sa po harroj edhe më ndërush është duhet. Jo, ti na ke ndërruar që na ke prit këtu në studion tonë. Shumë faleminderit me kënaqësinë më të madhe Pol, pasha zotin. Sa mirë. Edhe po ta thomni një dëshirë se kom pasur në fëmijë, Hajde. thonë, domethënë me moja suksesit tam atërisht, me mujt me gdhënë Shqipërinë në ndrum. Edhe që ja arrita. Ja arrite. Mas Amo krejt. si e bën këtë punim? Folim pak për këtë, lutem. Pol, me çfarë punon ti këta? Me dorë apo çysh? Po vizatim me dorë, se unë jam konë në klasë 8, jam konë piktori më i mirë rreth tropojës. Në klasën e 8. Po ma kanë marr bursën me një thes fasule. E shpjegon libri shumë mirë. Sa mirë. Shimosh edhe me logoje paske me çfarë ke bëu kështu me çfarë bëhen këto? Ngjyrën e kuqes, sidomos, Kjo ngjyra sa mirë po kuqe dhe duket. zezë. Çfarë Altin? E vërtetë është se unë çiftelinë kam vesh nuce. E ke vesh nuse? Po, çiftelinë unë e i pari e kam vesh nuce. Sepse çiftelia ka pas met, domethënë e kam fut si buzukun, Ja pas ke lyë dhe buzë, se ne më nuse. buzë ja kam lyë Çe, për që ty. kjo logoja me jon buzë. Ja kam lyë për ty atë. Bravo ti. Me ta nusën pa buzë. lyë E marash? Sa mirë, bravo. Ja shumë mirë po, bukur merrem duket. që kanë pas Fantazi. edhe ja lutem se Fantazi, është kujdes wow. nej se po na. Hey, Do pak, unë do të dëzën, po. Na çesni kamerë. opa. Bravo. Pasha nonën. Do më thonë, këtë veti ki Marash punu me dorë. aty zamër njën tona ne me vendos aty veç kujdesni. Unë- E keni ndalu me 1 metër mu afru. Deri 1 metër keni drejtë. Unë Edhe Altin këtë. Po. bashkëpunoj me mjeshtrin më gjigant trojve shqiptare nuk ka. Domethënë s'ka pas as ka. Me Elmia Gushin është një rapsod shumë i mirë këndon me Agim Elmazin, i cili ka kënuar të konë rep, e diti se. Po. Po. Ajo është dyshja fantastike. Ai me mustaqe paka? Po, po, edhe po. Elmia që këndojnë bashkë. Po. Për mua është dyshje që se konga nuk është me pas zonë të mirë. Konga është zonë me pas ngjyrë të mirë. E mos me tu mërzit. Absolutisht. Bukur. Në foto mbrapa kemi në background Sharki dhe Çifteli që i ke punuar Po, parë. këtu janë shtëpitime, ato Po, janë pikturat shtëpinë janë. tonë. Pra, Po. domethënë ti me dasht me porosit dikush sonte që janë të na pa miliona shikues. A munden me porosit të ti apo Po, vetëm me porosi. vetëm me porosi? Po, edhe, Sharki dhe Çifteli. edhe kam ngarkesë shumë të madhe. Ke ngarkesë shumë të madhe. Ku mujnë me të kontaktu? Është marakli për Sharki Çifteli profesionale me Shqipërinë. Emrin po Alimera i po thuj se krejt ku ka do më thonë folklorista krejt njohin. Okej. Amonje nuk na mojnë, profesionistat nuk mojnë me bukë. Ata ti morën një pol edhe maraklit, ata janë që kam njërë për shembull që i ka marrë 14 copa. Okej, 14 Çifteli është. Po, i thash, o zotni, thash, a je ka i shetë, e ka i mo. E hapi kamerën, i kish pas 14 copa më rënë aty. Për veti. Tha unë e poli, tha s'pi duhan, s'dal jashtë, tha s'shpenzoj, tha, që kjo është Maroku janë. E sa kohë të merr një Sharki Çifteli për me rregullu Pal, për shembull. Edhe drunin ku merra, çuçi punon, çuçi gryn valla. Qëre, Çuç bëhet kjo koka. në bashkëpunim me Elmia Gushin, i cili është shqiptari më i mirë që kam njoft në jetën time, është mësuese, jam te zoni, flas unë Marakli druni jam punë të na herë. Po. Ama se si zoni i del veglës, është baba e nana, Elmia. Ai nuk i ban bukra ashtu se një ditë këna i vllazit Morati, Po. ai reshoti ke aty. E tha Elmi tha pas ka mirë më mirë, tha edhe me ta bëun, tha se ashtu tha. Çiftelit 500 euro ti marrun 350 ti jap çiftelit. 500 euro ti jap, tha. S'ka shans me ti bëun ashtu tha. Po unë nga që ma shumë për hobi, e bëj se Po sa më shumë për hobi. Po, Amo ka filluar edhe si punë tash, se mos janë se ke kërkesa shumë. Qëre është punë, po kur kjo punë nuk ka një ku, unë e du ma shumë me ka një knashun, i herë une, Po. atër klienti.
Po. Se unë nuk më ka bëj për bukë këtë punë, ki parasysh se kjo ka shumë shpenzime. Po, la i kena dhurata kemi na marr prapë shto valla. Ai kena dhurata kemi na marr prapë se tash. I ke dhuratë edhe i ke halal se gjitë e nëntë. Jo se më ke respektua mua, po që ja qënë zonin diasporës na dhej. Zoti trujt, faleminderit shumë. Se këtë dolin e thonë se na ke bon pore tash, po thot me dhe unë mas jam me ta. E kema të nënatë mirat e Zotit, po asë i mërgjimtore nuk është i knashë. Edhe ka me vdek, i pak knashën. Pas diskutohet. E pse, Pol? Po përgjithë se këtë në mungon nëna, dhe mund jena jetima. Po, vendlindja. Jena jetima, vërtet. Në gurbet, po. Po, s'ka. Unë e përshamu kam vujt, sa kam vujt në Lek Bibaj, ama kur shkoj, kërkun bot nuk flejsi aty. Edhe pse ke vujt atje? Edhe pse rrit me skamje? Shre, thonë një fjallë grekt, vlazit tonë, thonë, ajo që nuk të mytë banë më të fort. Edhe kanë të vërtet. Pse se të mësojnë me vështërsi. Edhe këshune i krejta që adu se njerëzit shpresoj që kanë me marë librin tim, arsyeja pse ka që atë qmim libri ta kom të regue, e më ke dhënë fjallën si dhe të më nëmosh. Libri e ka një çmim që a do më fol për çmimin ajo? Jo, duhet me fol. Duhet me fol. Ja shënej unë sa kushton? Një. Jo, nuk është hiç problem. Se ka çfarë çmim. 0 një çto. Po. Po të tregoj pse ka çmimin. 100 euro. Sepse unë nuk jam dakord as si shkrimtar me shit një libër 10 euro. Pse? Se po shkoj në për rrugë dhe po e shoh se libra është dije. Realisht duhet me investu më shumë te libri se Po shkoj rrugëve, në gjithë çka tjetër. E po i shoh bre ty shit librat 5 euro. Edhe e na vlerësoj librin, e bën. Mirë, mos shiten 100 copa le të shiten, ama të kenë vlerën e vet. Me pas vlerën e vet, bravo qof. Në radhë por çmimin ja ka bu ajo që shkruaj. Sa është një gjë që nëse se ti fluturon prej kënaqësisë, shkel si kur na shqiptarë se shkel mbi drejtën e tjetrit, dhe më thonë kujtosi edhe Zotin e ke kap për hunë, kjo, kur e lexon ka, të banë mu frenu pak. Njëherë të banë mu marë frenu, me thonë bëja ku më ka shkoj. Se pas ka dhe shështu. Tjetra është se unë e kom vendos tornat e këtij librit, me mujt me ndërtuar një spital onkologjik në Tryet shqiptare. Tash njerëz të mëdhaj ma kanë dhënë fjalën që do më ndihmojnë, shumë mëdhaj. A u kënaqësi kam njoftë. Këto si punë Lazim Destanit e tjerë të s'po përmendni. Nëse i ka regjia mundet më na nxjerr të po. Ja ku është Lazim Destani aty në foto mrapa. Po. Që ma ka dhënë fjalë që do më ndihmojnë këtë projekt, është një projekt ndoshta më i miri i 100 viteve të fundit, po ky do shumë parë. Domethënë unë muj me dhënë librin. Sepse nuk është bon papare libri. Të ardhurat e librit. Krejta, po nuk du me lidhun, se une mu ka desh në Tiranë me pagu avokat, Ilia Kondin, i cili ma boni çmimin për gjys, e falenderoj shumë. Tha me iniciativën si kje, tha, une korritna, tha, me të marë, sa duhet me të marë, edhe boni gjys çmimi, edhe tha, dhe i kapit tanë këtë muj, tha, jo me korupcion, tha, po me dasha mirësi, se të muj me nxjerr fondin, e bën të lishëm, se nëse se bën të lishëm, ti nuk unë javë mërë parët njerëz. Edhe me noterizua, me bën me ekonomist krejt që ato pare, në qofë se mbledhen për spitalin, i cili është më i nevojshëm me Absolutisht po. Sa është bën frikshme kur në një nanë ty kojt, sigurisht në një nanë e djalit kushinit vjet, i kena mbledh 250.000 euro për 20 ditë, cilat aty investuin në Itali është fatkeqësi. Sa ato shumica shkojnë për hotele, për luks. Po. Ndërsa unë kërkova takim edhe me Edi Ramën, po nuk më dhanë as shansa të rojet, as me bon kërkesë. Në qoftë se i bjen vesh, mund edhe të takohem, me doktorin jam takue, po ai nuk kishte, domethënë kom komunikim me to gati, po thuaj sa është më tek ti shkruajmë. Nuk jam shumë me politikanë i lidhun, po varësisht që më njohin shumica, ama duhet me ju kërkuar që spitali tjetër përbashkët Kosovë Shqipëri. Nga që do japin krejt edhe fëmijët e krejt Tryet shqiptare,
me mujt aty me u kurua pa pare, me shpenzimet e shtetit. Se ne spitali qoftë si ndërtojmë, do t'ja japim shtetit me menaxhue. Se në është e pamujtur në privati me menaxhue gjatë tillë. Ama do jetë mrekullia më e madhe. Absolutisht që po, inshallah në spital onkologjik për fëmijët. Atëherë të ardhurat e librit përse Zoti më zgjodhi mua. Po. A më thonë, e ka i kuptim, pse Zoti më zgjodhi mua? Do më thonë, pse Zoti më zgjodhi mua në çfarë aspekti? Unë ta shpjegova në fillim. Po. Horror. Që në Legbiba ishin një ka emërtuar 6.100 banor. Po. Vetëm mua. I vetmi përse Zoti më zgjodhi mua. Edhe mbrapa në Greqi, për shembull, të zgjodhi ty. Sa unë kam shkuar në atë botë, jam kthyer, shpjegon libri. Muj me tregu dhe çka kom po. Ama është një pjesë se nuk dua me cek, në libër le ta lexojnë, për arsye se ka lidhje me pak me fen, edhe atje s'du me hises. Për mua, kur në jetën time, nuk kom dalue as e shqiptar. Edhe nuk do t'i dalloj kur. Por shqiptar do t'me dalue se çaj bën keq shqiptari, se çaj nuk i bën. Kombit. Bravo. Edhe nuk bën me dallu kur normal njerëzit e shëndoshën. Jo, unë kur një jetën time. Jo. Këtë libër e gjeni në librari Arts Librari në Zogun e Zi në Tiranë, fizikisht. Online s'mund dikun? Ajo ka online, po unë ja kam dhënë asaj të drejtën me shita. Të drejtën e ka libraria Arts Librari në Zogu i parë Tiranë. Zogu i parë, po m'fal, Zogu i parë në Tiranë. E kështu që kush ka dëshirë me e ble një libër. E ka redaktuar Mark Palnika, një mrekulli që i ka në kombit shqiptar, Mark Palnika. Absolutisht që po, e përshëndesim. Kom dherin që e kom edhe nga fisi, Absolutisht e kom dherin. Kur e kom taku për herë të parë, i kom thonë Mark Palniks, Mark, së unë këtu në Lorah e kom taku, se s'ka pasi tutina. I kom thonë Mark, ke prek bashkë telat e shpirtit tem, se unë e kom di gjithmonë se ato sekrete janë aty ku i ka gjithë morë, ku për nuk ka gëdzu kërkush. Jo nuk ka gëdzu, po është pagua për mos me shku aty. Janë pagua njerëzit për mos me shku ku ka shku morë. Paguhen edhe sot. Për mos me shku? Për mos me shku. Pra nga njerëz që na duan të mirën. Më thoj sa, po jo. 3 burime ka. Po. Nuk ka, ajo është qëre. Unë të thash. Mburoja e Europës sa shkon i liria. Aty janë përplas lindje perëndim gjithmonë. Është se ajo pjesa në Amerikë se përplasën rrymat edhe bën tornadët. Pra është nuk është se na nuk jena të fortë. Po na tash 610 besën, si ka thonë muja, besën e kena zbut. Është zbut besa, domethënë. A jeti dakord me ato që thashën përpara apo jo? Shëre. Unë jam plotësisht dakord. Edhe unë thash se kush ka besa. E ka libri se kush është besa. Se besën ja jep atij që ti i dorëzon jetën se rregull. Po. Bile përpara besa është konë në firma, si e sotit. Po. A sot nxam me firma e nuk më nik. Ama atëherë është konë besa. Konë besa, po firmë. Laureta, si ndihesh kur Pali thot gruan e kom drit, jetë han bubrek. Mushni, zemër krejt. Unë Altin me Palin jam shumë vite bashk, kemi 24 vite bashk, që 15 vjeç jam me Palin. Jam shumë krenare për ta. Ka arrit, po tham kulmin ka arrit Pali me këtë si ka bo. Ne kemi ndru 2 shtete, jemi do më thënë 20 e sa vite jashtë shteti. Që keni qenë në Greqi? Po, në Greqi edhe jam shumë krenare se ka arrit atë si ky ka dëshirë me bë artin, drunin, veglat muzikore, edhe për këtë jam shumë krenare për Palin. A i ndihmon Laureta? E kom sekretare. E ke sekretare? Edhe arktore, apo? I ndihmoj. Ajo s'diskutohet. Ndihmoj, i bëj shoqëri. Po mirë, po. Profesioni i lindur ai. Ka gjomat mirë se sa me i bëllë shoqënit pak në një punë me nejtë me Palin. Muzika, kur ki fillu mu marrë me muzikë për herë? 6 vjeç. 6 vjeç. Unë kom shku një dasëm në Puk, edhe kom kënduar nga ora 3 masdite, dhe këtë orën 2 ditës tjetër, edhe kam flet vetëm 2 orë.
Kur u kon ajo? Në cilën moshë? Ajo është konë në moshën 18 vjeç. A është e vërtet që ma shumë se 400 këngë i din përmendsh? Jo, unë kam ditë, unë tash nuk di hiç. 470 këngë po thot. Kur kam ik nga Lek Bibajt, Po. kam ditë 470 këngë. Edhe frymëzimi jam është konë i ndiri syk pa pleka. Nështë e Altini ja ka Po një si jo, zonin. syk pa pleka, pastaj doli Gofilja po vonë mrapa. Gofilja është një zonë që mund të këndojnë këtë këngë të botës. Është një zonë, dhe më thonë, nuk ka në trojet shqiptare, një zonë tillë nuk ka. Po ajo murat mënyrën gjetë edhe mbështetjen atje ka Shkodra, edhe atje u stabilizua. Unë se unë konë dakord, se unë syku në Gofilni kom djallën e vajzën e Kumars, Mark Mitri mu më ka marrë flokt, veti 7 vëlla, edhe ajo është konë frymëzim, po unë kam mri me i mësu këngë syk pa plekës. Tradit familjare kënë pas Jo, muzikën? kur vetëm unë. Veç vetë. A kënon ti Pal? Që kam kënu për tash jo. Tash s'no mo. Tash nuk. Okej. Ja futim kur shkojmë në Shqipëni, bojmë në dorë, po jo. Okej. Jo me kënu, kam kënu në Greqi, kam pas një shok, një bardho knocin, djallë shumë i mirë, mas 3-4 vjeç ndishka u prishëm si tonë shqiptarë, po djallë zamërbardh shumë. Kena kënu 2-3 vjetë dhe kena pas ecë mirë, bile kur e lam, na kanë qërtua shumë njerëzit, po që ashtu mos. Mes Une ika. Greqisë dhe Gjermanisë, çfarë ndryshimi ka jeta në Greqi dhe jeta në Gjermani? E qëra Altin, se na shqiptarët, e në përgjithësi, kur ndodhë më prish me vllon, është ma mirë më prish me kojshin se me vllon. Ma kollaj ndreshesh, me kojshin se me vllon. Unë në Greqinë e kam studiuar që është ditën si kam shkel aty, tash më pëlqen historia. Nuk janë grekt ata që na i paraqesin në televizor. Ti ke shku atje, e kanë bujarinë si na. E din që janë një gjak me ne, Grekt, po jo gjithë. Albanitasit, po. qëre. Atë besohet bre se kufit e lirisën konë me Izraelin. Po me Izraelin Atë besohet që, jo, është e vërtet. Unë e thash, unë e mund në më përballë me çdo historian. Cilin duash ti, me fakte. Edhe ato që kom thonë unë para 20 vjeç po i vërteton ADN-ja. Ti kur takohesh mos bëhet 1000 vjeç që takohesh në Grekun, atë takohesh në Rumunin. Pra, politika ka bë dam. Nuk e kanë kuptuar njerëzit se kur janë nda shtetet, vërtet çdo shtet do të mirën e vet. Edhe skuadrat e futbollit, kur bën skuadra luajse i cili për të veten. Kështu që ata njerëzit duhet me nda politikën me njerëzit. Në Ballkan shqiptarët kanë luftu kundër shoqërisë, s'kan luftu kur as kundër serbëve, as kundër grekëve. 80% me u bë ADN në Serbi janë shqiptarë. Unë tash nuk du me hyjt e feja, se 80% me obo dënën janë shqiptarë. 80% me u bë ADN bile kam në gjuhë, se unë e ndjek të zhona në Serbi është ndaluar. Me bëma. I Me kam bë po ADN. njerëzit të kojtë se ka dalë në gjak shqiptarë. Po, kam një gjithë në kohët e fundit në për portale Në Greqi doli shqiptar. Në Greqi nuk bën Disa emrat njohur atje. Në Greqi nuk bën llaf, si jena një gjak, 100%. Pra, do më thonë Nuk flasim me ata që ADN kanë janë ardhur. shqiptar, apo jo? Me janë Qëre tashi, i lirë. unë kisha më thonë i lirë, se aty mbrapa nëna ka hub kokra. Po. Dhe të i lirë, atje për tje kemi po thonë. Elen, Po. Elefteros, do të thot i lirë. Elen, Elen i nuk lirë. ka nik asni katrom, si thonë, prej Po, identitetit. po. Na, kena ikë në Arbër, kena ikë në Alban, në vërtetë Alban është vetëm një fis i vogël, diku ka kruja që dje, edhe Elen janë kanë një fis i vogël. Nuk shkon shumë këtë Greqia Elen. Edhe ata murën e në Elen e rujtën ata, bile ka rujtë kulturën kur shkojnë muzeumet ty në shoh i lirinëve. Ashtë kënaqesh. Nuk duam me më përkthy ata, se unë e di ku e kam rajnë e ku se kam rajnë. Se unë që 7 vjeç kam mësuar historinë greke. Amo, Jeta më mirë në Greqia në Gjermani, Pal. që unë jam si gjerman. Edhe në familja, në jetë edhe më pëlqen rregulli.
Rregullit. Po, unë vetëm me gjonë se si shaj kënoshëm me Greqin ishte se ata ishin Pa rregull. si thonë Tallava. 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 Po. Okej. Amo, njerëz më të mirë nuk ka toka. Harreje. S'ke pas eksperiencë të keq, Amo ka dhe çash Greqi. njerëz edhe Po, diskriminim. jo të mirë sa i Po, den nuk e shkryte ke. tem, qëre, mos e diskutën, shumë herë më thonë çka ka bon serbë, çka ka bon shqiptar, çka ka bon greku. Ka dhe grek që kanë bërë keq shumë dhe Shumë, shqiptarë. Kanë shumë. mbytë sekondë, palë. Atë sa Ekstrem. shqiptari i kalon kockat, sa Ekstrem. vdek malit të shkuën në Greqi, sa shqiptari është vrarë për ushtarë Altin, dhe grek. Une, Sa s'kan bërë shqiptari qamëri, ka jemi punu, gjetë ka punu genocid. edhe kanë bërë gjenocid, edhe kanë punu, s'kanë marrë rroga, se kanë dhënë rrogat. Realisht tash i sekond, ne dim që e kemi pjesë të fajit edhe si shqiptar, sepse ka një pjesë të shqiptarëve që janë vjedhin ose bëjnë një Altin, gjë. set kurth nuk do të më rase, tonë shqiptarë nuk janë të këqij. Jo, kush po thot? Une që du po thot për shqiptarët. shqisoj du me rujtë, une Ja, shqiptarët unë për unë e veti, njoh njerin unë që për ka veti thonë, shqiptarët i konsideroj popullin për mua, pavarësisht pushtimeve, shtypjeve, sakrificave që kena pas si kom, janë populli më inteligjent, më i fortë, më guximtar që ekziston Altin, për me mua. ato si të thash, unë i rrita shqiptarët. Le fejnë që ka bon fejnë, unë i rrita shqiptarët. Pra me lyp holl, ta që pe lyp në gjenjë, nështë ati kush është shqiptar konë, se del greku se... Ka Po. mundësi me dalë, edhe Po ata del, se ajo nuk rranë, ju këmë thonë historien Ka të bëjë, mundësi. më thonë, ta që po ju dalë rranat. Po i kanë Zotni. asimilu edhe me zorë edhe serbë, Jo, shkijet i shkrujnë kanë bazë asimilu. interese shtetit, o zotni. Bazë politikës. Ajo interesë, Ama, ajo ja po. Paul, tash hajt kallëzë më i fjallë. Qysh e ki pas emrin në Greqi? Poli. Ja, në Greqi që e ki, Paulo, dyshur e ki pas, Mirë, ose janë... apo ma shpjegu më A ma thuj ma të vërtetën ma thuj, po. Jo, Dhe unë Poli s'ka thirr kur shkor. Beso ma po ta them kështu. Ka Po, thirr një herë, a ma fol ma çysh e ki pas emrin në Greqi, se greku ta ndron emrin. Po shkryt e tem, shërë Veç njëtën, kallzon fer. unë e po të thëmë se unë jetën teme kom një gjë. Kur nuk rrajnë, si burrat. Edhe veç Polit kam thirr. Më pora du me vdek, Bukur, se jo, sa jo, më po rrajnë. besoj, në rregull. Ata po, më kanë thirr Pavlo, më kanë thirr Pol, më kanë thirr Poli, gjysh kanë desht, unë letra, s'kom pranu kur me shkujt Pavlo. Po në letra jo, normal, a mo Jo. emrin çysh kam thirr po thon. Jo, as në letrat ato, as në listat, si bon shpagesë, si s'kështë. A mo shqiptarëve në Zvicër në letra çu janë gjesin emrin? A diskriminim ky Pol. Shumë. A bra, atëherë çu mundesh me bot mirë një njeri që Amo, diskriminon, nuk- ta ndron shire, emrin, bre. ta ndron fen, ta Edhe ndron. atje ta ndrënd, He? edhe atje të pagzën tamam. Po atë po them pra, unë Shire, unë s'po unë- du me mbrojt një po, popull jo, që jo. është i pa Jo, jo. demokraci. Pak- Edhe- Ashtu Pak- tani kanë asimilu me zorë, ja kanë ndryshu Jo, emrin, jo, e kanë harruar edhe të best- gjuhën edhe se kanë ditë më që janë Beto, shqiptar, po kjo nuk është du faj me që fol- na kanë bënë. Nuk du me fol kundër shqiptar, as nuk du me rrë as i sa. As kundër grekve, as kundër kërkujt. Jo s'ka lidhje rrena, ne Thashë po jo, folim me fakte. Duhet me po. kallëzu pa drejtësinë që e Jo, kanë jo, bërë unë jam një edhe njeri që shqiet kam edhe shkruajt në libër, grekt. që ajo mu nuk më lënë as me rrajt, as me abuzu me kërkam. Shqiptarët janë pagzu për interes. I kanë ndruar hendat për interes. Kjo është e dhimbshme. Prej hallit, jo për interes. Prej hallit po. E njeh situatën shumë mirë. Për besë prej hallit. Jesë unë jo sa dush se Ja, kam ja, ndruar. shqiptarët, nëse e kanë ndruar emrin, e kanë ndruar për arsye që kanë pas nevojë me kapi vend pune. Ndoshta, shere. Unë për çu mendoj unë. E kanë Altin, pas për arsye me e kap një rrogë, me jetu edhe realisht prej skambjeve që kena pas në vendet tona, Altin. që kena dalë ka një auto jesë në kam me shku në Greqi. beso mund e ta thash, si burrat më mirë duhem dëllë shpirti se me rrajt. S'ka lidhje rrena, më na Jo, po volim, jo, jo. po bëjmë Po mohabet, që- se jo, ja po se- na duhet. shere. Unë nuk du me i fryn vesh shqiptarit se s'do me ndryshu kur. As Çfarë greku, interesi ka pas një shqiptar me ndruar emrin e vet? Edhe fenë e vet në aty për shembull. atë besohet si ditën e parë që kom ka punë në Greqi, Po, kanë ardhë ta shqujtë të bërë period, pa ta ishë mos shqiptarë se unë. po. Edhe kanë shkuj, kanë thonë vesh, unë isha me djalin e tezës 16 vjeç, në hekur, a ishë hekuri 32, i 75 kg. Po. U desh kemi kapu në vaj. Një fëmijë që mrapa i ka dhënë 20.000 euro për menue kallë shupën shtyllë kurizore. Po. Edhe ka shkuj, ka thonë, këta janë nga zona e Berishës e qi, nga puna. Po a bëhet bre. Po pse po abuzoj mbi këtë njëri të keq? Sa i shqiptar po ishi keq. E sa të tjera bre. Unë të thash, ndryshimi është, ta këmë thonë në fillim. Po janë individa këto po. Po janë individa, po individi banë shumica. Po, ama individa, unë Se një shtëpi bëhet gur, nuk bëhet. po, definitiv. Po ta thash në fillim, na duhet prej vetit me filluar. Është gjaja më e shenjtë që mund të bëjmë për veti. Po, me reflektu vetja si për. Me gjyku veten, o zotni. Po.
Kur shkesh te shtëpia tjetër ti nuk shko më bën komandë. Por unë besoj që në bazë të asaj që e njohim gjatë historisë, ne na kanë të pa takat. Edhe si jemi mundu kur me pushtu. jo që jena mundu, po s'kena mujt. Edhe jena kanë pa takat me i bo dikuj keq, as me i bo dikuj dam, Na veç kena luftu as me për sundu dikan, as me luftu dikan. Qëre, Ne, sipas historisë gjithmonë nena popull i shtypun. unë ta thash se janë përplas diskriminum. Kjo do të thotë qëre. Ka në ku feja, ka në ku politika, në qoftë se na nuk do kish ardha ai që ka para 600 vjeç, na do ishim shteti më i madh në Ballkan. Nuk do të ishim ndokur. Po, Është rënd ajo që vërtet. Europa na ka ndonë, na ka ndonë Turqia. Ja, Edhe kur mo nuk jena Po. bashkuar, 4 ajo vilajete. dihet. E din, vilajetin me firë me ko, ja ka dhënë Serbisë, vilajetin e Kosovës. Pro, Po. ti pse po të dam Ktos goja? po jo, ktos po them, këto janë pranoj. Pse të dam goja me Kjo është fol? rregull, në rregull. A është bashkuar Shqipëria që se i ka ndonë vilajetet? Ah, tjetër temë është kjo. S'po foli për të, po Unë po them kreta ashtu kanë nikue në vllazën. Se na në Ballkan shumica jem me zhak i lirë. Po, definitiv. Definitiv. Edhe unë aty po foli. Ti po i msho serbit e kryshit që kryshin ja ke dhënë ti serbit. E ja fale kishën, ja fale kryshin, ja fale babën, ja fale gjyshin se zguxojnë me i thonë faqet, me i kom thonë njerit, thuj me brezat, si vjetë në verë. I thash thuj me brezat. Tha jo, na shkojmë vesh zek, haxhi zek, s'ka mundësi. Unë e thash e di 12 breza. Me pak më anë mi di 15. E ja thash aty, vajza jeme që është le rrit në veçi, i din 12 brezat e vetë. Po unë më 4 breza shkojnë musliman. A mo i thëmë, së më dhamë goja hesh. Po, po. A shkon fati ju? Po. Bukur Pol. Tashi për libren, Librin. do bëj do falënderimet. Hajde, bani do falënderime Pol, që janë minutat e fundit. Falenderoj Zoj Morken, gruaja Kushenit, e cila 6 muaj është konë për gjithë ditë të kryetem, unë e kom qysh Zoja Bekume. Me gjithë tjetërniken, falenderoj 2 shokët mi që më kanë ndihmue në jetën time të vështirë. Ata nuk janë shqiptarë, po janë nga Moldavia, Viktoria Tatjana, kanë me mije emnin e vetë. Falenderoj krejt ata njerë që mu kanë gjetë, shumë, dhe më thonë, po ata une nuk kisha mujt me përballu jetën. Këtu kom pas fatin e madhë, me unë njoft me Anton Nikolën, që e ki dhe ti shok, Antonin e Zhakninën, për mua, ajo është që është universal. Dhe më goja ati vetëm mirë di me folë me zotni. Absolutisht. Do me një mua gjithka. Gjithka, E pa vërtet. pik interesi. E vërtet është. Ati ja për zotin marë. Përshëndetje. Krejt atyne që më kanë një muë, Zoti Bekuft. Edhe shqiptarë Zoti Bekuft, e Zoti e Bekuft edhe botën si jetojmë ta, që unë librin e kom dërguar në OKB, e kom dërguar në Kongres Amerikan, e kom dërguar në Parlament Evropian edhe në Kremlin. Kom bo një thirrje si një njeri i ardhën prej asaj bote, në fund, me kryu një botë pa armë, edhe një botë ku njeriu mos t'i kenë frikë njeriu. Tash ajo është shumë e vështirë e realizueshme, po unë e një raspota edhe e shkruaj. Na shkruajte. Bravo qoftë. Atëherë ne të falenderojmë shumë, të urojmë shumë suksese, inshallah kesh net më së pari. Vullnet përsëri me shkruajt, gjona të mira tash jo vetëm vuajtjet e jetës, por edhe të mirat e jetës. Thash ato që Ne do kemi rastin edhe për këtë dhuratë që ne ke sjellë sot. Të falenderojmë shumë nga zemra dhe do jemi ndoshta në të ardhme edhe të shtëpia jote për t'i parë nga afër kismet. Edhe me shumë dëshirë të unë vinë shumë shqiptarë të shtëpia. Laureta, shumë faleminderit që erdhët sot, faleminderit për dhuratën edhe shumë suksese. Ne faleminderit për jush. Suksese. Altin, E kam edhe gëzofshit një kërkesë për dhuratën. ty, ma ke dhënë fjalën që do më ndihmosh, i kërkoj krejt shqiptarëve që të arrijmë ta ndërtojmë spitalin onkologjik për fëmijët shqiptarë. Unë Ajo jam të një pore- nga ata që muj me kontribu në aspektin medial, në aspektin Është më sa e të mirë. kem kapacitet Jo, është më e financiar, Është unë më e jam mirë. pro kësaj nisme Është në më e qoftë se është diçka konkrete
jam i gatshëm me hecë për këtë. Mediat mujnë me ndrua krejt jetën e shqiptarëve. Absolutisht. Jena pushtet në veti me pak fjalë. Ashtë pushteti i katërt. Kështu që shumë faleminderit edhe ja Paul. Shumë faleminderit. Po, Lauret, Marash jena në fund të emisionit. Faleminderit. Mos lëvizni po e mbyllim këtë emision së bashku. Shumë faleminderit shikues Fol Shqip Show, stafi im i mrekullueshëm. Shumë faleminderit zotit Bardec Berisha që ishte pjesë. Faleminderit Paul dhe Laureta Imeraj. Deri javën tjetër, Marash. Natën e mirë.